Mirë, ka ndryshime dhe do të ka ndryshime gjatë këtyre ditëve, siç e ndoqët edhe në parashikimin e modit. Marrim një telefonat parë për mëngjesin e sotëm, por kemë mundësi që të komunikojmë absolutisht deri në orën 9, mund telefononi çdo moment. Bëni pjesë e programit. Shohim edhe temën e ditës në ekran. Partia Demokratike kërkon shkarkimin apo kërkon që të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit Begaj, kanë renditur 7 shkelje të rënda, ne ju pyesim si e vlerësoni, por mbi të gjitha, edhe çështja tjetër që ka të bëjë me presidentin, si e vlerësoni, a do kërkesë të presidentit për gjykatën kushtetuese edhe në formë urdhëruese që i pezulli dekretin, duke thënë pra që le të themi anuloi këtë pezullim edhe shpall zgjedhjet në Tiranë. Këta janë numrat e telefonit në ekran. Mirëmëngjesi, përshëndetje, mbi të gjitha ai me WhatsApp apo video call. Bëheni pjesë e programit me zë dhe me figurë. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, të përshëndes, po pse s'na merr kështu, na more njëherë me zë dhe me figurë, apo i re për shpejt sot? Burdo? I na more njëherë kështu me video. Jo, nuk mora dot se më ka ikur ajo mbesa, se ajo nuk e bëj dot atë. Nuk e bën dot. Nuk e kaloj dot, po hajde flasim këtu një çfarë. Flasim edhe kështu patjetër, të dëgjojmë me kënaqësi. Po. Flasim me këto. Andi. Urdo, ju dëgjoj. Po tani këto kërkesat e PD. Jam Rovsh, këto kërkesat e PD, këto për mendimin tim janë arrim në atë start që do të thotë që i paharuar shoku anivers se ka ditë lindjen sot. Do me thënë me këto që bën PD-ja duhet të vemi prapë të kaniveri, sepse këta më të skrupuj, këta më palachos, kërkon që shkarkime kërkojmë, ne jemi keq e mos më keq, ti kërkon jo presidenti, jo kryetari i parlamentit, o ta shpjen zëri që u kanë dhënë votën atje në parlamentet e rinë si rob zoti, të ulim të diskutojnë për ligjet për gjitha reformat, qa bëjnë adamo, që kërkojnë adamo, ata kërkojnë qiqra në hell, që e me zegjot majtanës. Da pas ka degeneruar fare mo, këta të shpjen që të vemi të varë janë meri të vëmlullje mo. I po e të shkropisen, mos dalë që më dhe po të bëjë zjedhja. Në 83 deputet dhe ajo partia socialiste do vej 100 deputet me këto që bëjnë këta. Pse qënge ka pra, okej, mirë, falem. Po këtë doja të thosha, pse qënge ka që revoltuar, pra, që të gjeti, këtë doja të thosha. Mirë, faleminderit. Mirë, revoltuar me këta, që më të revoltuar me këta, populli i voton këta në vend që të ndreqin prishin. Këta janë bërë që jashtëku me plot të lirë. Edhe kjo mund t'jetë punë e opozitës tani, dakor, gjithësi të falenderoj. Marin 5 milion ata marin, edhe deli biri Fari Balliu na jetë mënde. Po i vose e njojmë dhe Fari Balliu. Okej. Faleminderit, përshëndes për telefonatin, këtu e kisha atë merakun, në zotërin që pse kaq i revoltuar, po e shpjegoj vetë. Në këto momente do të shkputemi sërish, por shumë shkurtimisht për një këshill shëndetësore mjekësore me shumë rëndësi